Ju në gjatë tjetër, unë jam doktor Lulzim Agaj, drejtori klinikës së neurokirurgjisë në Shkup. Për momentin gjindemi në kujdesin intenziv të klinikës neurokirurgjike, këtu janë pacientët tanë neurokirurgjik, për të cilët çdo ditë bëjmë përpjekje, t'i shpëtojmë, t'ju ofrojmë një mjekim cilësor, por nga ndonjëherë sëmundjet, lëndimet e trurit janë më të forta se ne, dhe nuk shkon çdo gjë ashtu si dëshirojmë. Çdo në raste të tilla, nëse përfundon një jetë, mund të filloj një jetë e re. Do me thënë, nisma fisnike për transplantimin e organeve mund të shpëtoj një jetë të re nëse kemi informata të mjaftueshme dhe nëse kemi zemër të madhe që t'i ndihmojmë dikujt. Kolegët e mi kanë folur shumë lidhur me këtë temë, unë dua me këtë rast ta shpreh përkrahjen time maksimale për këtë projekt. Ju falenderoj.